E para ju jeni këtu në Kavaj, në Rogozhin, vajza dhe djemë të ri që keni aspirata, keni ëndra, keni shpresa. Dhe mbase një pjesë e juaja nuk e mban mend mirë se si ka qenë Kavaja apo Rogozhina, se keni qenë shumë të vegjël, mbase disa për ju që mbajnë mend mirë momentin kur Partia Socialiste për herë të parë mori besimin e qytetarëve të Kavajës dhe faktikisht e nxori Kavajën nga një grop e madhe ku e kishte lënë një forcë që lindi si forca e shpresës dhe që prej shumë vitesh tani më është bërë forca e të shkuarës. Forca e të shkuarës që përfaqësohet nga një individ 80 kusur që sot për fat keq sa herë flet i fiket llamba edhe ngatrohet në ato që thot Roma për Toma dhe kërkon votën për çfarë? Për çfarë? Ndërkohë që ne kemi një arsye shumë të fortë. Unë kam një arsye shumë të fortë që t'ju them juve, t'i them bashkëqytetarëve tona se ky është kilometri i fundit drejt finishit. Ky mandati 4 është mandati që nëse ne bashkohemi fort dhe nëse ne ecim vendosur, na jep ne mundësinë historike që të bëjmë histori. Na jep ne mundësinë që të çojmë në vend atë që ishte profecia e Gjergj Kastriotit, kur u la brezave drejtimin nga perëndimi dhe përcaktoi fatin e Shqipërisë si fat evropian dhe që pastaj u kthye në amanet i të gjithë atyre që luftuan, besuan, ëndrruan, shpresuan, deshën një Shqipëri që këtu në Kavaj, në momentin e përmbysjes së regjimit komunist, mori trajtën e thirrjes si gjithë Europa.